You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga një tjetër video këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Albora. Dhe kam disa ditë që nuk kam filmuar. Për sot vendosa, me qenë se zakonisht unë filmimet i bëj në fundjavë, sepse këto janë ditët që kam diçka për të treguar. Më pas ditët e tjera janë thjesht punë dhe asgjë tjetër. Gjithsesi, çfarë do të bëjmë sot? Sot do dalim përsëri për një piknik. Por si fillim do të shkojmë të pim kafe dhe më pas unë dhe grupi im do të shkojmë diku. Gjithashtu do t'i marrim edhe ju me vete. Gërsheta. Baby. Ne pi, me qenë se kemi një market këtu afër, do marrim një pas dhëmbësh për Rumesën që nuk po e gjejmë. Dhe më pas do marrim 2-3 gjëra dhe më pas do largohemi. Mesa ja ku është, mami? E ke këtu. Po, na jep mamit? Jo, nuk ishte, nuk lexonte për fëmijë. Dormesës është super e mirë. Tani na ka sjellë Andi në lavazho për larë mjetin. Dhe ne me Meisën do qëndrojmë brenda. Ku je, bibi? Pas kërë. Makina jonë është e vogël dhe tundet nga presioni i ujit. Qa? Se kam ka hëllën. Do një më shkojnë, mame. Erdhëm në shtëpi, kemi 10 minuta që kemi ardhur dhe kam bërë këtë çantën gati. Ku je? Këtë çantën gati. Do të nisemi bashkë për piknik. Këtu gjatë darkës është dita e tretë që po zhvillohet një festë ku ka lojra për fëmijë për të ngrënë. Dhe ne kemi shkuar, po unë nuk kam filmuar. Ka qenë shumë rëmbuj, me thënë drejtën. Gjithsesi, nëse do dalim sonde, besoj se po, do shkëpus në një pjesë të vogël për t'ja u treguar. Tregojmë se ku do shkojmë, jemi nisur drejt parkut të Arkadia, sepse atje ndjehemi më rahat, edhe të shikojmë nëse do gjejmë parkeq, se pjesa e parkeqit është turtur më vete kur shkon atje. Gjithsesi, ne do provojmë.
Nuk e di nëse do filmoj ose jo. Mund të lë ndonjë pjesë shumë të shkurtër sepse telefoni im është full me video dhe jam duke edituar videon që për pak ditë do ta hedh, ndoshta nesër apo pas nesër, nuk e di se vetë pak fare kam. Por gjithsesi të shikoj se çfarë do të bëj. Nëse do regjistroj video, normalisht që do t'i hedh. Nëse jo, shihemi nesër dhe nesër kam diçka për të treguar se çfarë pune do të bëj unë nesër. Do me thënë, mua më duhet të pres që ta them nesër, ndërsa ju normalisht që me një klik shkoni tek ajo çfarë do të bëj unë nesër. Gjithsesi, unë për sot paraprakisht po e mbyll këtu. Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga dita tjetër. Atëherë, çfarë do të bëj unë sot? Do bëj punën e parukieres. Këtë punë në fakt ma ka gjetur Meisa. Do thoni ju si që është tek. Atëherë, kur unë shkoj punoj nëpër shtëpia, Meisën e marr në shumicën e rasteve ose pothuajse gjithmonë e marr me vete. Dhe këto mama që kanë fëmijë deri në 10 vjeçe, e pan Rumejsën me flokët me gërsheta dhe kërkuan që t'ja u bëj. Edhe kështu që unë kam klientën e parë për të bërë gërsheta. Jo, klientën e dytë. Sepse unë ishe e parë. Po, ti ishe e para. Mirë, ma me flas për sa i përket punës. Ti nuk je kliente, ti je jeta ime. Dhe kam 2 goca sot për të bërë. Kështu që nisemi pa humbur kohë se kemi pak larg. Si fillim, na duhet ndalojmë pak te farmacia dhe më pas të marrim rrugën për në punën. Ikim, shihemi pastaj. Ciao. Okej, njerëz, pasi kemi bërë gërshetat, do ju tregoj se çfarë më ndodhi në punë. U smura. Do thoni ju pse. Nga ora 9:30 kur ne ikëm, në fakt ishte vap, sapo kishte filluar vapa, them të drejtën, dhe nuk është se pata ndonjë shqetësim. Thjesht ndjeva lodhje, por që hëngra mëngjesi në shtëpi, madje hëngra pak më mirë se çha herë të tjera, ndonjëherë ha, ndonjëherë s'ha, por gjithsesi këtë herë hëngra. Edhe me idenë për qenë pak më e fortë, sepse dihet që pjesa e gërshetave kam dalë këtu jashtë, sepse brenda Rumejs apo e ka kthyer në diskotek, po kërcen e po këndon, dhe dola jashtë, por gjithsesi edhe këtu ka shumë zhurmë. Dhe që po thoja për pjesën e gërshetave, normalisht që të marrin shumë kohë. Dhe pse Meisa e ka flokun e gjatë, mua më desh diku tek 3 orë gjys, nuk e di tamam, e kam thënë diku tek video e parë. Dhe megjithatë këto gocat që unë kisha për të bërë, një kisha për të bërë me gërsheta afrikane në thonjze, sepse unë nuk jam parukiere dhe nuk di që ti bëj tamam afrikane, por gjithsesi si ja bëra Meisës, i pëlqeu edhe normalisht ja bëra dhe asaj. Vajza e madhe mu desh diku tek 2 orë për t'i bërë. Mu desh 2 orë për t'i bërë. Por do t'a kisha mbaruar më shpejt sepse flokun e kishte më të shkurtër se Meisa. Por në një moment u smura. Asaj i mbaroi vetëm një pjesë të flokut. Kuptoj që nuk po ndihesha mirë, nuk po qëndroja dot më në këmbë, kisha nevojë të ulesha dhe në momentin që unë ula, do me thënë më erdhi si për njerë, sepse nuk më la kohë që unë të kërkoja të ulesha ose të kërkoja që të bëja një pauzë. Por më erdhi më mblodhi kokën për njerë si duke tensioni. Dhe pse unë e di që tensionin e kam gjithmonë të ulët, ndoshta me minus. Dhe megjithatë, i kërkova që të bënte një pushim. I thash që nuk po ndiej mirë. Në atë moment vjen mamaja e saj, sepse mamaja punon brenda në shtëpi, ka një zyrë, nuk e di tamam se me çfarë merret, por që di që punon nga shtëpia. Dhe vjen mamaja e saj dhe i them që kam nevojë për pak pushim sepse nuk po ndiej mirë. I thash që ndoshta më ka rënë pak tensioni, më tha të bëj një kafe, gjithsesi piva pak kafe. Më pas më dha një amita po thoja më dha një amita me pjeshk edhe piva atë pak. Sikur fillova që të ndjesha pak më mirë, por që më kalonin djersh të ftohta
më trazonte, dhe kuptova shumë mirë që ishte pjesa e tensionit. Megjithatë, unë nuk kam filluar që të marr ndonjë vitamin plus, edhe pse duhet tani për pjesën e vapës, por gjithsesi do shkoj në farmaci dhe patjetër që do marr diçka për pasur ndoshta më pak më shumë rezistencë trupi. E kështu njerëz, të shkosh në punë të smuresh, nuk po dija ku t'fusja kokën, por gjithsesi janë njerëz që të kuptojnë. I kam kërkuar me mira herë falje, madje ato ndërkohë që unë i them fal, më thoshin që nëse nuk mundesh që të vazhdosh, nuk ka problem fare. Të çojmë në shtëpi, do të thënë që të ndihesh më mirë, por që unë kam një tip që ato që nis dua ta çoj deri në fund, dhe ashtu bëra. I mbarova goca të dyja. Kur u bëra pak më mirë, pasi qëndrova pak, do të thënë ulur, gjysmë shtrirë, edhe diku tek çfarë ore më është dashur që të merja veten. Dhe më pas fillova punën, por kur u kthyem ishte ora 1, po, s'kishte vajtur ora 1, diçka e tillë. Dhe imagjinoni në pikën e vapës. Kur erdha nuk është se pata ndonjë problem, madje më dhanë 2 bustina që ishin me magnez për pjesën e fuqive. Dhe sa erdha hëngra drekën, piva një nga ato vitaminat, po jam më mirë, nuk është se kam ndjerë shqetësime. Kështu, doja t'ju tregoja se çfarë i ka bërë Rumejsa flokëve. Ja, shikoj sa bukur janë bërë flokët pasi kemi loshuar gërshetat. Në fakt ne i hoqëm që të bënim dush, por Rumejsa kërkoi që t'i mbante edhe sot edhe do i lem kështu. Rregull, mami? Një adhuron flokët kaçurela. Mos këndo se do na kapi copyright. Dritë. Të dua. Kjo është shoqja ime që më shoqëron mua në çdo punë, në çdo vend, në çdo gjë. Përshëndetje nga dita tjetër, e kemi harruar se në cilën ditë kemi filmuar për herë të fundit. Jemi në ditën e mërkur, edhe sot këtu tek ne bëhet një pazar, një mini pazar, sepse shumë i vogël është. Dhe tham të dalim, meqense do dalim të marrim edhe bukën. Dhe marketin ku marrim bukën e kemi afër me pazarin. Dhe shkojmë bëjmë një xhiro të dyja, meqense para dite sot jam e lirë, nuk kam takime. Dhe tash të dal një herë të shikoj se çfarë bëhet. Jemi gati? Të dalim. Po, të dalim. Se jemi veti dytë, më falë, mami, po, tham të dalim një herë. Shkojmë. Në lloj lule që ne gjejmë në natyrë, e këpusim për mamin. Me gati që shpenzojmë vetëm 5 euro, jo më shumë. Sa kjo t'ka? Mejsa, shikoj njërë këto? Goma? No, slime nuk bëhet fjalë fare në shtëpi. Këto 1 euro. Marim edhe një kështu për të ndezur. Lajeta. Bash për të. Ky kanë këtu njerëz është me 1 euro. Pasi këto për të vendosur perdet. Ka pastaj për pjesën e kuzhinës.
Però questo qua. Mi fai vedere? E bëm edhe pazarin tani, marrim bukën dhe ikim në shtëpi sa shumë pak. Shpresojmë që të mbesi buka që duam ne. Uno, e mi dai anche 2 francesini. Sì, grazie. Se do bëjmë një ëmbëlsirë, merri mami? Të parën, bravo, atë me vanilje. Një, bravo shpirtim. Atë. Ndja këtu e koshave kur durojnë njerëzit. Ne shqiptarët, kemi gjithë rrugën që zihemi. Unë i them jep ta mbaj unë qesën, ndërkohë s'më le. Jo, thot sepse ti e ke një çantë. Duket sikur po e torturoj dhe nuk ma jep qesën. Ma jep për ta mbaj mami. Erdhëm njerëz, më në fund, pa na rënë tensioni në rrugë. Do të tregojmë shpejt e shpejt, kemi marrë 1-2-3 budalliqe, nuk është se kishim nevojë për ndonjë gjë për të dalë, po thjesht hajme me qenë se po marrim bukën, po kalojmë te 1 euro. Atëherë kam marrë këto letrat për të fshirë poshtë. Kam marrë me sa një tabelë e përqeu, ka dhe disa fjalë këtej mbrapa. Nuk e di fare se si funksionon, leta gjelet, kanaqet, ka marrë një astuçe vogël, një kulet, inën, ka marrë një furç, ka marrë edhe këtë pjesën e luga, si quhet kjo, nuk e di mirë. Do ta shikoj njëherë se mora një tjetër më përpara, po ajo ishte shumë e butë. Ja, kjo meqense e kam këtu. Dhe kjo model nuk më qëndron mirë. Dhe kjo në fakt më duk pak si e fort dhe tash po marrë këtë. Okej, mbaruam me këto, apo jo, kemi akoma. Ka marrë këto gomat. Besoj se i patë edhe atje që i kishim në dorë. Gjithashtu ka marrë edhe një çakmak, se po më mbaron të ai që kisha. Mora edhe këtë, sepse duhet për ndetur të një qëri. Pas ka marrë bukë, bagetë dhe 2 paninet vogla. Ka marrë qep. Këto qepët po ma shpifjen. Kudo që të marrësh, janë të prishura. Mbaj një aromë që o zot, maksimumi 2 ditë edhe merr flakë, sepse prishen. Morëm një ujë, gjasë me do pinim, po harruam që pinim. Merë në me ti, po dësha. Kishte uri me isa, po pasi doli e harroj pjesën e urisë. Morëm edhe këtë sheqerin pluhur që ja u treguam edhe atije. Unë preferoj këtë që është me vanilje. Do bëjmë një ëmbëlsirë të ftohtë shpejt e shpejt. Po, jeta. Këto ishin të gjitha gjërat që morëm. Prishëm lek dhe erdhëm shpejt. No, mami no, bëra sa kam shpite. Unë tani njerëz do vazhdoj të bëj një pastiqe për Rumejsën. Rumejsa po thoj se për ditë këtë pastiqe, për ditë ha pastiqe. Dhe nuk do e tregoj sepse kam treguar se si e bëj, por do të shihemi tek pjesa e ëmbëlsirës. Do vazhdojmë tani me pjesën e tortës, sepse mua s'po ma mban fare. Po dua ta bëj se kam filluar që dije që them dua të bëj një ëmbëlsirë, po përtoj.
purtoj. Ton. Purtoj ta bëj. Edhe unë. Po, do ngrihemi se kur e kujtoj atë ëmbëlsirën, më çon goja leng, kështu që dua që ta bëjmë. Emrin nuk e di fare, vjen pak a shumë si tiramisu. Do ta kërkoj njëherë në internet se si e ka emrin. Edhe do t'ja u them se unë jam një njeri që gjërat i shikoj nga kopertina, nuk është se më intereson shumë. Kështu që bëhemi gati për tek kuzhina dhe fillojmë ëmbëlsirën. Do hipim manie. Hipim anije dhe shkojmë te kuzhina. Si. Këtu. Do fillojmë të nxjerrim gjërat që na duhen. Tiramisu ishte emri i kësaj ëmbëlsire që do bëj unë, do ta bëj me ricota. Kjo bëhet me mascarpone, po do ta bëj vetëm me ricota se këto kam. Gjithashtu do nxjerr këtu edhe sheqerin pluhur me vanilje. Kam këtu përsëri më duhet pak vanilje. Kam edhe këtë kremin me pistakjo. Para se ta mbaroj ta ham shumë, tash më mirë po e bëj një tort edhe ham gjithë. Tada! Mirë se erdhe. Përshëndetje. Do ta bëjmë te kjo tava këtu, te kjo tava e qeqit. Më sa ky është kapaku i tavës, por tavë është edhe kjo kështu. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të marrim dhe qumshtin. Dhe do të nisim, do njomi, do thaj. Do hedhim ricotën. Ricotën do ta përziem me sheqerin pluhur, ndiku për 5 minuta. Pse më duket sikur e kanë mbush pak më shumë këta. Se di. Sa është për shtypja ime. Këtu kam bërë shtresën e parë me këto biskotat, i kam njomur pak me qumshtin që përgatita me vanilje dhe me sheqerin pluhur. Dhe më pas do hedh gjysmën nga kjo pjesa që kam përgatitur këtu dhe gjysmën tjetër do ta bëj me atë kremin e pistakios për t'ja vendosur shtresës lart. Gati bashkë me Rumejsën, sepse na duhet që të shkojmë për tek doktoresha e Rumejsës, kemi 1-2 letra për të dorëzuar,
Por para se të nisemi, doja që të bëja edhe mbylljen e këtij vlogu, sepse ka dalë shumë i gjatë edhe më duhet të punohem duke e shkarkuar gjithashtu duke e postuar. Por para se ta mbyll dhe para se të them mirupafshim në këtë vlog, doja t'ju rikujtoja që mos harroni të bëni një subscriber si gjithmonë. Dhe gjithashtu doja t'ju thoja që në videon ose në një video unë kam menduar që t'ju përgjigjem pyetjeve që ju do më bëni poshtë në këtë videon që unë do postoj, pra në komentet e kësaj videos që unë do postoj. Do përgjigjem me kënaqësi, qoftë një pyetje, qoftë 2 pyetje, qoftë 10, qoftë 20, komentoni sa të doni. Nuk ka rëndësi numri i pyetjeve, dhe unë do ta bëj me kënaqësi që të përgjigjem për ju. Faleminderit që më ndoqët edhe bashkë që jemi në videon e radhës.